Komisioni Evropian ka kërkuar nga qytetarët e Bashkimit Evropian që të grumbëllojnë ushqime dhe furnizimet jetike për të paktën 72 orë në rast të një krize lufte. Ky paralajmërim ka nxitur pyetje dhe masa që duhet të merren në vendet e tjera duke përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Këtu mendja të shkon tek bunkerët, të cilët u ndërtuan gjatë periudhës 75-85 si pjesë e një projekti që krijoi 174.000 struktura mbrojtëse në të gjithë vendin. Ky paralajmërim megjithëse mund të jetë një pjesë e përpjekjes për të testuar dhe përgatitur opinionin publik dhe institucionet për situata të ndryshme si pandemia ose fatkeqësia natyrore. Nuk duhet të harrojmë se një konflikt i mundshëm mund të jetë afër në dyert e Bashkimit Evropian. Ky paralajmërim ka për qëllim të nxjisë gatishmërinë dhe jo të krijojë panik, por të përgatiten qytetarët dhe shtetet për çdo lloj krize. Periudha e 72 orëve është një kohë mjaftueshme për të menaxhuar situatën, për të siguruar që qytetarët të kenë furnizime të mjaftueshme dhe për të mundësuar ndihma nga vendet e paprekura. Institucionet përgjegjëse, duke përfshirë ekipet e emergjencave dhe ushtria, duhet të zhvillojnë plane strategjike për të përgatitur për çdo situatë. Një hap i mundshëm si shërbimi i detyrimit ushtarak mund të kontribuonte në përballimin e emergjencave në mënyrë efikase dhe me kosto më të ulët.